Nuk godasin. Shiko, zot Luboja, Ramës, po ti heqesh biznesmenët e vëllai dhe grupet kriminale. Rama është skuqë. Po në qoftë se ti si apret këto del, ti për lët pemën atij të dhe ta mbaroj të pjesën e kësaj vetëm. Jo, ja, lëp dëmë. Jo vetëm i fjalika. Se nuk do bëj analizë teksti. Po jo, do ta kaloj tani. Në këtë si të atmosferën e re që shkruar në vend. Tani të bësh kaq përsiatje, ka mundësi të jenë më të thjeshtë, më të qartë. Në fakt është statusi i dytë që e shkruan kaq gjatë, e parë justifikohej pa diskutim, sepse ishte një sqarim. Kemi patur dikur, punonim dikur në një gazetë me zotin Luboja dhe kishim një botus i cili thoshte kur shikonte shkrimet gjata. E thoshte duhet buk me vete për ta lexuar. Tani, në rastin konkret. Po tani, ti ai shef gjithë suksesi i protestës kush janë? Janë ato parrullat e vogla, meme, rrillet, rrisët. Ne ekstraktin ja marrim. Le ta komentojmë pak të pjesën. Shqipëria e re. Po nuk duam të gjë që ta bëjmë me listën më të madhe nga ç'është. Duam të krijojmë një gjë që s'ekziston. Për ta bërë më të madhe nga ç'është ajo, po ama është ajo që po flet brenda Partisë Socialiste. Po nuk është flitet shumë o fol që të kesh mbështetje, se aty ka shumë socialistë. Kujt po i flet, për atë do të se ajo është kaq kinezëri aty, pra ti je lodhur kaq shumë tek ajo gjë e madhe të gjesh një fjali ku ajo godet atë. Ndërkohë ajo duhet ta fillon nga çm fillim dhe nuk është puna godasë Ramën, më thotë sot po thetë vërtetën. Ke bërë heroizëm, dhe sidomos të thosh të vërtetën në Partinë Socialiste. S'ka më, nuk e thot më njeri aty zgudzon më njeri ta thot. Jo, më ti ta fshesh mes të rreshtave. Dil dhe thoj qartë. Po, ata protestues atje përfaqësojnë edhe të majtën, edhe ata militantët e Partisë Socialiste dhe kërkesat e tyre në pjesën dërmuese janë kërkesa dhe të qytetarëve që atyre 800.000-ve që ka dhënë votën Ramës. Pra, ju mendoni që aty nuk ka asnjë socialist, asnjë simpatizant të Partisë Socialiste, asnjë nga këta 800.000 që murret Rama. Përkundrazi të janë aty. Dhe prandaj unë nga Elisa shoh të gjën. Pra, që të shofsh Elisën, do të marrësh një lupë aty dhe me lupë. Okej, ja ta komentoj pak ku e ka fshirë ajo duket si ato mesazhi kriptuar. Tani ka heq dorë, ka parë shumë të gjatë fëmijëria. Elisa duke analizuar që fëmijëri. Mirë, megjithatë, për të mos ia humbur atë rëndësinë e asaj që ka shkruar. Denada, çfarë që çdo zë që vjen, po duhet të jetë shumë i qartë, që vjen nga Partia Socialiste është një lajm i mirë gjithsesi. E them këtë sepse aty është një parti rreshtuar tashmë prej 13 vitesh dhe po të shohësh edhe takimet që Rama bën aty te grupi parlamentar që u flet atyre, ju thotë që pa mua jeni askush. Pra ju drejtohet të tive. Unë mendoj që Elisa është e vërtetë që ka dala e kanë heq nga ky rreshtimi. Por që nëse i kalamaj që ka mbyll derën, megjithatë nuk po i flet. Jo, po dua të them që ai fjalimi unë e lexova nuk është për protestuesit, nuk është për ata që e kuptojnë çfarë do të thotë që partia është bërë më e madhe. Jo, ja do ta them. Nuk po i flet atyre njerëzve që e kanë kuptuar që partia është bërë më e madhe se sa shteti për socialistët. Por duke i folur një grupimi brenda Partisë Socialiste. Po lëshon mesazhe edhe për vetë. Patjetër, mesazhi kryesor patjetër që shkon për Ramën. Rama tha që marrëveshjen e kemi bërë me 83 mandate para pak ditësh dhe në 11 maj. Dhe ai nuk e merr në konsiderat çfarë ndodh. Pra e ka të qartë që marrëveshja do zgjas për 4 vite. Në fakt nuk është kështu, se nëse të bëhet një grupim i madh njerëzish, ajo marrëveshja prishet, ne e dimë edhe në jetën reale, nëse njëra palë të tërhiqet, marrëveshja bie. Dhe ajo po thotë që duhet një marrëveshje e re. Por nëse pyet, po zonja Spropali ka vendosur vetëm nëpërmjet rrjeteve sociale dhe statuseve, pra jo përballjes. Është çfarë do të thotë marrëveshje e re? Një marrëveshje e re, një Shqipëri e pa Edi Ramën, është ajo vërtet në këtë pikë? Apo është duke thënë që disa njerëz që ke zgjedhur dhe disa njerëz që na ke hequr duan bërë ndryshim. Nëse është për këtë, për pozitat e Partisë Socialiste, nuk besoj se intereson as njeriu dhe as qytetarëve. Nëse është për një Shqipëri pa Edi Ramën, hajde ta diskutojmë. Mirë, ndërkohë që ne vjen në studio vijohet edhe me protestën, madje Enka si kemi dhënë efektet edhe më lart në zë për të dëgjuar edhe zërin tonë në studio, por pa shkëputur edhe nga audio që vjen nga protesta. Nuk e di cila rrugë është kjo, rruga e Kavajës. Po shkoj drejt 21 vjetorit. Është paka shumë i njëjti itinerari edhe si mbrëmjen e djeshme, do të thonë, janë më të shumt në numër. Se di u shpërbën, më pa ishte merr votën.
22:32 minuta. Jo, më thonë që është afër Spakut. Është tek arkiva e shtetit. Po shko nga Unaza. Nga Unaza për dalet. Po, tu jemi. Pranë nesh, praktikisht. Pranë News 24. Zoti Lubonja, po, një koment edhe nga ju përsa i takon pjesës së Spiropalit, si e shikon, ndërkohë që kam një pyetje tjetër që nuk ka të bëjë me pjesën politike, por gjithsesi për ta marrë një koment për Spiropalit. Shiko, ajo thot një gjë atje që është shumë e rëndësishme. Çfarë të bëri përshtypje? Ajo thot ka ardhur koha që institucionet t'jenë më të rëndësishëm se personat. Që do të thot Pranon që këtu janë personalizuar dhe kampioni i personalizimit të institucioneve është kryeministri. Dhe pra edhe vendimet i ka marrë ai dhe për zvërnecin e për gjithë tjerat, me oligarkinë e tjera, pra duhet një institucionet, ide shumë e bukur. Sigurisht, kur unë lexoj këtë nuk mundem, sa do tolerant t'jem, pa kujtuar se është kjo që na thoshte që Rama është Skënderbeu. Është bërë Hamza Që do të thot që ti ke stimuluar në maksimum personin mbi institucionet, deri dje që ishen pushtet. Pra në varësi të ndryshimit të rrethanave, minimalisht kërkohet një ndjes përpara e ndjerë, sepse e di çfarë kujton kjo thotë, ore sa e zgjuar që nga kjo, po se ka ditur deri dje kjo. Po e nën kuptuar, le ta themi kështu. Mund t'ja marrin si ndjesë e pashprehur. Mund t'ja marrin, duhet artikuluar. Por nuk është ky problemi, ajo që tha Denata ka rëndësi. A ka në lëvizje brenda PS-s apo do mbyten këta me Edi Ramën gjithë? Se në fund fare real politika thot s'ke qa bën. Do më thënë, mirë më mirë e kanë ndjekur, po a do të mbyten me të, apo ka njerëz që thot pritje të dalë? Shikoni sa shumë që janë, ndoshta dëgjojnë edhe afër nesh brohërimet, por jemi tek Spaku praktikisht. Janë duke shkruar poshtë tek rruga Jordanis. Ka kaluar te Jordanis. Po, dhe po kalohet. Edhe po da rrezik. Ideja dhe qëllimi i këtij marshimi. Janë tek Unaza apo janë nuk kanë marrë kthesën që ajo është rrugica e Burgut pra, e Spakut. Kjo është rruga. Po tek ne. Po aty tani janë gjitur më ne. Ideja është që atëherë po shkojnë në Unaz, nuk po kthehen ke Spaku. Jo, po shkojnë në Unaz, tek Zogu i Zi dhe dalin te 21. Te unë bëra thirrje edhe për Spakun atë ditën e parë. Jo në kuptim me denoncu Spakun, po me kërkuar, se shiko, ne kemi harruar, shiko që po bëjmë ne tani. Neve po merrim me këtë gjithandej, e harrum ballukun e këtë. Jo, ka pas vallime të forta. Por duhet i harrojmë këto se këto janë në kontekstin e përgjithshëm. Për mua Spaku ka treguar që edhe me lajmin e zonës Ballukut, dhe pse nuk është bërë lajm shumë i madh për shkak të energjisë që ka pas protesta, por dhe lajmi që ishte të hënën që Spaku, Altin Dumani bashkë me një prokurore të tjetër kanë marrë dhe këtë çështjen e nartës prej ku filloi që mund të ka një hetim ku dyshohet për ditërsim pronash, do të thotë që nuk është në qetësinë që ne ishim mësuar për disa kohë. Pastaj mbetet për të parë dhe do pritet, po unë jam e dy skeptik të Spakut, kështu që nuk po e hap të them. Me çfarë duhet bëj Spaku? I bi që të rrim gjatë. Është rëndësishme, shiko se në fund fare ne jemi në demokraci dhe demokracia nuk presupozon revolucion, si thon këta. Presupozon shtet të së drejtës, ku funksionojnë ndarja e pushtete, funksionon drejtësia dhe s'ka nevojë të bëjë revolucion, se të merr të arreston ai pse të vritem unë të pritem me të vras njerëz. Ma merr ai ma arreston, ma ndron. Isha vetëm 2 ditë përpara me një takim edhe me institucionet tuaja, po edhe me institucionet e reja të drejtësisë, dhe ishte një fjali edhe ambasadorit të Bashkimit Evropian, por edhe ambasadorit të vendeve të ulta, cilat thanë një fjali që më ngeli në mendje, që thanë, ne flasim shpesh për kostot e drejtësisë, por nuk dëgjojmë të flitet në Shqipëri për kostot e korrupsionit. Dhe këtu tregon retorikën që ka ngritur pikërisht qeverisja, që nëse vjen puna ku flasim për drejtësinë,
që do më hidhen tani në diskutim edhe Tani dhe Lubonja, e bëjmë shumë të madhe, ndërkohë që për kostut e korrupsionit dhe për aferat më të mëdha që vijnë nga kjo qeverisje, e anashkalojmë dhe ne nuk mund të presim që gjithçka të ndryshojë me dy institucione, me të mirat dhe të këqijat e tyre. Por kjo gjë që po ndodh sot, i bashkangjitet gjithë atij rrugtimi që do duhet kishte për pastrimin e një klase politike që ka uzurpuar me krimin organizuar dhe me gjithë asetet e tyre, se më thej një gjë të bukur tani, që të ta çojë tek lajmi që do ndoshta ta ndash. Ata grupet kriminale me ato shifrat e mëdha që ti thua, arrin të tjetërsojnë jo këto palë të zgjedhje këtu, po gjysmës Ballkanit. Kështu që ne nuk mund të presim që të mbyllim njërin sy kur vjen puna në këtë diskutim. Kështu që vetëm një institucion nuk e bën dot punën e askujt. Mendoj që këtë duhet jemi të qartë. Tani, do ja japësh tani përgjigjen apo të kaloj në një lidhje direkte? E bëj shpejt. Shiko. Jo, se ti nuk di përgjigjet shpejt. Jo, do ta bëj shpejt. Po lajmin e bën në Jo, kohë. fliste për statusin e Elisa Spiropalit, po vetë nuk mbaron. Do ta bëj shpejt. Tash vetëm më lejë të më. Shiko. Në rastin konkret. Pa diskutim që ne, kur them ne, çdo shqiptar do që institucionet e këtij vendi, të kthehen në detyrë. Sepse aty zgjidhet situata. Por institucionet e këtij vendi nuk mund të presin me gojë hapur çfarë thot ambasadori atje. Sepse ambasadori ka një mandat 3 vjeçar kërcet e ikën. Kurse këta ne jemi këtu. Ne nuk ikim dot, ky është vendi jonë. Dhe s'mund të presim sot çfarë thot ai ambasadori atje. Ligji Kodi penal e ka të përcaktuar, Kodi procedurës penale e ka të përcaktuar, kushtetuta e vendit është këtu. Çfarë preti, pse të duhet një miratim të vi nga diku që ti të veprosh? A qëndron tani? Ajo fjalia qëndron? Unë nuk pres gjë nga ata, unë pres nga ata që janë këtu. Po pra, a qëndron që vetëm dy institucione që ta mbyll se kjo zgjat po të lutë. Jo, do ta kthej pas pak, po më duhet Ky të personazhi. Dalim një moment, vetëm një moment, lutem. Shohim pak çaste këtë rrugtim të përshëndetjen nga automjetet që kalojnë aty, pra sepse nuk është bllokuar trafiku, kalohet tek pjesa ku janë kamionat. Vetëm njëra, pjesa tjetër kalohet. Ky është qëllimi që të ftojnë qytetarët dhe të tregojnë energji. Ka qenë që ditën e parë, normalisht ishte në grupe më të vogla dhe ka ardhur duke patur një kompakt edhe më të madh. Sot kishte edhe më shumë se sa vjen që përqendrojnë deri tani që është ora gati 23. Është pikërisht ftesa, e bëjnë edhe përpara, grupet e caktuara përpara protestës, fillojnë në ora 4. Si një thirrje kështu në si një thirrje, e cila nuk është as e dhunshme, është shumë miqësore, është ftuese, pra nuk është ndryshe nga sa konvetohet. Qëllimi ka arritur, ka bllokuar trafikun, ky është qëllimi. S'ka nevojë të djegësh goma, dhe siç nuk bëjnë është ta forca politike. Dakor, mund të ketë tek këtu paksim, ka diskutim, po janë të shumtë janë numër. Megjithatë, unë dua të shkoj tani në një lidhje të drejtë për të mos ta lënë më në pritje nga New Yorku me Florian Gjutin, është student i vjetorit. Ju përshëndes zoti Gjuti. Nuk e di sa po e ndiqni atmosferën e protestës në kryeqytet, ndërkohë që ditën e nesërme në New York ka një protestë të shqiptarëve aty. Mirëmbrëma dhe linja për ju. Mirëmbrëma, faleminderit që më dhat mundësinë të shprehem, patjetër që po e ndjek. Nuk besoj se ka shqiptar anë kënd botës sot që mos jetë me sy e veshë nga Shqipëria dhe të shikoj me zemër në dorë se çfarë ndodh atje. Të shikoj djemt dhe vajzat e bukura që bulevardin ndoshta nuk i ka parë asnjëherë mbledhur gjithë bashkë, të ngrenë zërin për veten e tyre, për të ardhmen e tyre, për t'i them mjaft asaj çka ja ka sjellë, si më them, majt hundës, jo vetëm atyre si të rinj, po edhe prindërve të tyre dhe atyre që lanë Shqipërinë dhe ikën. Pra ju krijon vetë tiu emocione kjo protestë, po çfarë prisni nga kjo protestë? Patjetër. Edhe mbulimi i protestës jo nga media tradicionale, sepse ato është më lehtë për t'i kapur, dhe natyrisht që u kapën që ditën e parë, po mbulimi nga mediat sociale bëri që emocionet e protestës të jenë më të pranishme te telefonat e njerëzve, te njerëzit, të jenë më kapilare. Në fakt, kjo bëri dhe efektin tjetër që të rinjtë, duke qenë se janë brezi që janë shumë të sintonuar, shumë të sinkronizuar me mediat sociale,
janë ata që i do mirëhonën më të madhe dhe në një farë mënyre këto të rinj po nxjerrin në pension jo vetëm klasën e vjetër politike, po këta po sfidojnë edhe mediat tradicionale këto me shumë studio, me shumë... Ka një moment që e ka thyer të gjithën dhe unë vetë ju dua që ta bëjmë pa krahasimin edhe me protestat ku keni qenë ju. Çfarë emërusit përbashkët mund të ketë dhe ku ndryshon, çfarë po ndodh tani? Pirti. Të dyja protesta vjetorit në 10, unë kam qenë student vit parë në ato, dhe protesta këtyre djemve dhe vajzave të bukur, siç po e them, të përbashkët kanë shpirtin, kanë sakrificën, edhe këtu përcaktohen si njerëz, këto gjenerata Z, që gjithçka që kanë është një backpack që kanë në shtëpi, kaq. Ata i gjen kudo, i gjen dhe këtu kanë bërë ndryshime. Unë do t'ju sjell në referencë fushatën e presidentit Trump para